Bruksi ka rreth 300 banor dhe të gjithë kanë emrin Gashi. Thuaj se gjysma e tyre janë të besimit katolik dhe është fshati i vetëm i komunës së Lipjanit i banuar me shqiptar të këtij besimi. Ka shtëpi të vjetra mbi 200 vjet, sa mezi mbahen në këmbë, por që në to banojnë njerëz. Në mes të fshatit janë varrezat, në të cilat deri para 25 vitesh varroseshin së bashku katolik e musliman, ndërsa kohëve të fundit ato janë të ndara. Gjon Gashi nga Brusi Lipjani, njëherë në muaj shkon në varrezat e fshatit dhe kërkulet para një varri të shembur fare, për skaj rrugës që shpije për në kishën e Shën Mesjanit, dhe me 2 qirin të ndezur në dorë bën bekimin e varrit të babait të tij. Pas përfundimit të ritualit, ai çdo herë para se të ngritet në këmbë bën kryq. Se njerëzit janë një gjaku, një mbjemën, kanë një gjaku janë, pastaj kanë shku se cili në rrugën e vetë, dikush musliman, dikush katolik, është drejtë se cili, është bindje private, po nuk mund të ketë probleme përmendje të shëndush, nuk mund të ketë probleme fetare në Shqiptari. Kemi një pjesë fshatë që janë muslimanë dhe ata në çdo paraqitje, çdo takim që kanë me neve, kanë respekt jashtëzakonshëm për neve, edhe kur heq, në aspektin fetar s'ka pas probleme, kur heq. Ndërsa, në krahun tjetër, Emin Gashi, i po të njëjtit lokalitet dhe me mbjemën të njëjtë, mirë po me fe muslimane, deklaron se toleranca ndërfetare në këtë fshat respektohet deri në maksimum. Ai tutje shton se e urojnë njëri tjetrin në çdo fest. Unë personalisht punoj në për ta, punoj shumë, jam si shpëtem. Ndohet për shembull, janë do familje kanë respekt jashtëzakonshëm, më ushtojnë, rrihallet drejt. Baki, ja shumë e ndodha i bën kryq, unë e bëj bismillah me një tërvejtësi s'na fen nga kur që. Kemna bajrame, 2 bajrame që i festojmë, se këta kanë festa pak ma shumë. Qëtë që janë shtetënore që janë poshtë dhe 2 festa i kanë këta, sëm pi moj mencillat, po urojna edhe për bajram kena, dikush s'ka ku, po kur kem ku, zakonisht pa orë mesazhe pa moshve për festat tonë. Po në Susin Ivan shpesh, po është i smundi, shka me shëndet në kom i kum dëgju tash, vjen që të kaljan punoj ke thash ku po shka di që kena bajram, po baja i gore me to po kaljan, tha jo tha si jam të shku me punu. Thash vete një kulaj baklove hona, është ma boni për ai bajram, po nuk të skutë. Askush në fshat nuk e thot saksisht se si ka ndodhur që brenda një familje antarët e saj të kenë besime të ndryshme, vetëm thonë se fshati është ngritur prej 3 vëllezërve, të cilët kanë përqafuar besime të ndryshme.